dhe këta është publikisht të ditur me atë që ka ndodhur në Gaza. Por në administratën amerikane nuk e besoj, ka disa shenja që duket ka deklaruar edhe vetë Trump që ka një ma herët ka disa deklaratat e tij që në Senatin Amerikan ka një zbeje, nga se me siguri fuqia e tillë e lobit izraelit ose hebre në Amerikë mund të them ngritje zbritje varësisht nga situatat apo nga krizat që mund të jenë, siç është lufta në Ukrainë, apo edhe ajo rreziqet në Indo-Paqësor. Por mendoj që fuqia e lobit hebre në Amerikë është jashtëzakonisht e madhe, ata kanë ndikim shumë të madh në shumë kongresmen amerikan. Ashtu kështu kanë ndikim s'do harruar që një numër i ministrave apo sekretarëve të shtetit në SBA kanë prelud apo përjardhje hebreje. Dhe kjo nënkupton, sepse edhe nga republikanët edhe nga demokratët çdo herë një president mund të qëndrojë në pozicionin e tij pa brenga, po që se ka përkrajen e këtij lobi. Mirë, është një deklaratë interesante e Netanyahu që deklaron nga ajo që është po për aneksimin, idenë e aneksimit të Jordanit Perëndimor, kur tregon edhe deklarohet që ne nuk jem kolonie e SBA-ve. Do thot dëshirojnë ta mbajnë tash, mund të them, kush mund të jetë koloni, a e para e dyta në raport me njëra tjetrën, është një pikpyetje më. Ato duhet ta themi troç, nga se mendoj që është me interes që gjanat e thuan ashtu si janë. Mendimi lokal në Ballkan ndonjëherë ndryshon, nuk ndryshon, është kokfort, nga qëndrimet mund të them me informacione të pakta apo nga mosnjohja problematikës. Duhet të them që të dalë dhe të ndalidh këtë me aspektin rreth ndikimit të lobit hebre, që Izraeli do thot ka dy problematika në të ardhmen e vet. Lidhen dhe dominimin në administratën amerikane që të jetë me ndikim dhe vizioni amerikan për hapat e Izraelit të jetë në kontinuitet me apetitet e Izraelit. Dhe dyta, është shumë interesant, dje Netanyahu ka pritur shefin e shërbimit inteligjent egjiptian, Hassan Rashed, i cili është e çuditshme, do thot kemi një situatë, bile mendoj që në takimin që është do në nënshkrimin e Sharm el-Sheikh në rivjerën e Egjiptit, po të mos ishte zëri turk, do ishte me Netanyahu atu. Do thot është një koklavitje tërë, mund të them, e ndikimit të Izraelit edhe në region, por pyetja juaj rreth qëndrimit amerikan që ka filluar të zbehet roli i Izraelit në SBA, mendoj përkundrazi, e kam fjalën jo në publikun amerikan, por në administratën amerikane nuk ka ndryshim, mund të them, do një ton i tillë sikur ky me aneksimin e Jordanit Perëndimor mund të duket një kthesë, me qenë se kemi një ndryshim gjeopolitik në konceptin, mund të them, të ndarjes së interesave apo të një rendi të ri botror që është në zhvillim e sipër. E qartë. Mirë, zoti Blali, një tjetër detaj fundit është se Donald Trump ka dërguar dhe flotën ushtarake afër Venezuelës. Çfarë ka ndodhur? Do jetë çështje, mund të them, ditësh që do kemi goditje përbrenda. Jo vetëm të asaj që Trump e quan luftë kundër terrorizmit të karteleve të drogës, por në brigjet në det, por do jetë goditja brenda territorit. Është afruar një solucion i tillë që brenda 3 vitesh Maduro të tërhiqet prej pushteti dhe pastaj të vinë pyetje një zavans i tij, zavans presidenti i Venezuelës, të jetë ai që do ta trashëgoj Maduron. Por ka qenë më duket nga ana amerikane kjo kërkesë e papranueshme, kjo ofertë, më do të them, Venezuelës, por mendoj që
shifni, është një problematik jashtëzakonisht e rëndë, ka se më duket që investimet kineze ka përsejnë 70 miliardë brenda, dhe do thotë do jetë një kooperim i tillë që interesa, sepse rezervat, mund të them, janë jashtëzakonisht të mëdha, ka pasuri të mëdha. Nuk do merrte këtë hap amerikanët, po se nuk është e burimet e tilla të energjisë në Venezuelë. Dhe do thotë komplet e tërë ky bosht që sillet rreth një goditje, që me siguri mund të pushtohet, edhe pse mobilizimi, rezistenca është e dobët ushtarakisht të pranojmë, por mund të jetë edhe një situatë kur ka pas tentativë që Federata Ruse të dërgojë sisteme, më të them, edhe antiajrore, të mbrojtjes kundërajrore, por edhe furnizim të raketave me të cilat do goditej. Fjala Oreshnik, kur ka qenë pyetje që mund të goditet territori për brenda Amerikës, sepse Venezuela gjeografikisht e arrin, mund të them, me gjitha kapacitetet, me ato komponenta që ka sistemi rus, por mendoj që kjo nuk do ishte produktive për vetë rusët apo dhe kinezët në këtë rast, nga se po shihet që edhe Kina dhe India u dasht të hyjnë në fazën kur ta ndalojnë importet e energjisë ruse, të gazit dhe naftës ruse, dhe kjo mendoj që tregon qartas, mund të jetë edhe i trik kinezo-indian, sepse tash e naftës në botë çmimet do t'i kem kështu në tavan të ngritura. Dhe ndoshta mund të jetë një lloj triku i tillë. Por te Venezuela mendoj që shumë shpejt mund ta kem një konflikt të ri. Jo mund gjasoj si me Ukrainën, por mendoj që do jetë një situatë ku realisht do kem ndoshta ndryshim edhe të pushtetit me këtë intervenim dhe interesat amerikane tentohet, ose kthimin e doktrinës Monroe, mos përzierjen e natkote evropianëve në interesat amerikane komplet në kontinentin amerikan, dhe kjo më duket që do jetë ndoshta vizioni i ardhshëm i Trumpit. E qartë. Mirë, zoti Bilali, për të kaluar tek Rusia dhe Ukraina, ndjekemi tjetër insert dhe rikthehemi. Zëdhënësja Donald Trump, Caroline Leavitt, u shpërgjigjur pyetjeve të gazetarëve në shtëpinë e bardhë, teksa ka folur edhe për takimin Trump-Putin. Ajo pyet se çfarë ndryshon në Donald Trump të shkaktonte ndryshimin në qëndrimin e tij ndaj Rusisë gjatë javës së fundit, përfshirë vendosjen e sanksioneve dje. Presidenti gjithmonë ka pohuar se do të zbatojë sanksionet ndaj Rusisë kur ta ketë ndjerë të përshtatshme dhe të nevojshme, dhe dje ishte ajo ditë, tha Leavitt. Mendoj se presidenti ka shprehur prej kohësh edhe zgënjimin e tij me Vladimir Putinin dhe sinqerisht me të dyja palët e kësaj lufte. Sekretarja e shtypit tha se Trump kohët e fundit nuk ka parë mjaftueshëm interes dhe veprim nga Rusia për të çuar topin përpara drejtpaqes. Një takim midis dy udhëheqësve nuk është krejtësisht i pamundur. Mendoj se presidenti dhe e gjithë administrata shpresojnë që një ditë kjo të ndodhë përsëri, shtoi Leavitt, por ne duam të sigurohemi që të ketë një rezultat të prekshëm dhe pozitiv nga i takim dhe që të jetë një përdorim i mirë i kohës së presidentit. E pyetur nëse mund të pasojë më shumë sanksione nga SBA-ja, Leavitt tha se do t'i lërë këto presidentit të vendosë. Mirë, zoti Bilali, pas muajsh tolerimi ndaj Kremlinit, Donald Trump ka vendosur pa pritur pra edhe sanksione ndaj Rusisë. Pyetja është nëse apo i dërgon tashmë Donald Trump pra një mesazh paralajmërues Moskës para se të rikthejë këtu edhe marrëdhëniet përmes një takimi të ri midis tij edhe Putin. Me duket se kemi një situatë të re, por qëllimi është i vjetër. Do thotë strategjia është e vjetër që do thotë nuk përkon me këtë situatë, është një lëvizje e tillë, mendoj nga takimi i Alaskës, ende qëndrojnë, mund të them, nuk është ai servim ose ushqim ende i nxehtë, ka filluar të ftohet, por mendoj që dikur atu do jetë gjella njëjtë. Shifni, mendoj sanksionimet amerikane për Lukoil dhe Rusnaft është me siguri një goditje e rëndë për interesat ruse, sepse komplet maqineria e tillë luftarake varet sot nga gjithë ky dil që bëhet, apo shitja e naftës dhe gazit rus përmes Indisë dhe Kinës. Do thotë ka pas avancimin e sanksionimeve me pjesën evropiane ose të Evropës perëndimore. Dhe mendoj që
Shif, thash edhe ma herë, duke di mund jetë edhe trik kur Kina ndalon ose ka frikë nga tarifat të cilat janë në diskutim me amerikanët. Kanë filluar bisedimet, janë bisedime që datojnë, mund të them, që spaku që 7-8 muaj, herë në Suedi, në Britanitë e Madhe dhe në vendet e tjera, ku delegacionet amerikano-kineze mund të them kanë shtruar në debatet e tyre të gjitha ato specifikat për të ardhmen e tyre sa i përket shkëmbimit tregtar. Por mendoj është shumë interesant, Kirill Dimitrov është një ministri i kulturës dhe i dërguari special i Trumpit për ekonomi në raport me amerikanët. Ka filluar një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjitha këto mendoj që nën diçka tjetër kemi lëvizje të cilat se donjëherë mendojmë që do shkrepet butoni atomik kur shiqojmë situatat e tilla. Larg kësaj jemi. Tjetër është që njerëz të ndryshëm për shkak që më thon të klikimeve dhanë deklarata edhe tek ne këtu jashtëzakonisht bombastike, se po opinioni është interesuar të dëgjoj këso deklarata që mund të jenë shterpe, nuk ka në realitet, sepse nuk është bota para një krize të tillë që të preket butoni atomik. Por mendoj që këto lëvizje të tilla sikur kjo e Dimitrevit tregon në SBA, tregon që ka një bile ke deklaratën e vet presidentit Trump, që kërkon, shprehet decisivisht, që beson që këto sanksione nuk do zgjasin gjatë. Kjo tregon dhe jap shenjë që jemi para një akordimi për ndaljen e luftës në Ukrainë, e cila dorë në zemër mendoj që ka qenë ajo që me të vërtet mund të them çështja në terren ose koncepti i korean, i paraleles koreane të ndaljes së luftës